Presidenti Amerikan Donald Trump zhvilloi një bisedë telefonike 15 minuta me homologun rus Vladimir Putin, kundër qendër të diskutimit ishin sulme me dronë të Ukrainës ndaj objektivave ruse, përfshirë avionet ankoruar në bazat ajrore. Trump njoftoi se biseda ishte konstruktive, megjithatë jo e mjaftueshme për të sjellë paqe të menjëhershme. Ai theksoi se Putin është i vendosur të përgjigjet me forcë sulmeve të fundit nga pala ukrainase. Gjatë bisedës u diskutua dhe çështja e Iranit dhe armëve bërthamore. Të dy liderët u shprehin se Irani nuk mund të zotërojë armë të tilla dhe Trump nënvizoi se koha për vendimarrje po mbaron. Ai shtoi se vonesat nga ana e Iranit janë të qëllimshme dhe se duhet një reagim i qartë dhe një afat shumë të shkurtër kohor. Në një zhvillim të veçantë, presidenti rus Putin pati gjithashtu një telefonat me papën Leon XIV, të cilin e informoi për dëshirën e Rusisë për paqe, duke fajsuar autoritetet e Kievit për përshkallëzimin e konfliktit. Putin ritheksoi se zgjidhja e situatës mund të vijë përmes mjeteve politike e po ashtu dhe diplomatike.